për atë që është kryetari i bashkisë si marrë sot, unë mendoj kështu, që në radhë para ai nuk ka pas asnjë dyshim dhe precedent për terrorizëm. S'ka lidhje fare me S'ka lidhje terrorizmin të mes. S'ka lidhje me Himarën, Po s'ka lidhje terrorizmi. Ai duhet të banor Himarës që të jetë i pari S'ka lidhje as me Himarën, as kur u bë prefekti i Vlorës. S'ka lidhje, ai futet nga Greqia, vjen nga Dropulli, minoritet grek. Zotin Dori, ju lutem. Personin fjalë, ndoshta, ka qenë një interpretim i faktit që Beleri u fut në burg, u bë një çështje kombëtare greke, krijoi një tension shumë madh midis dy vendeve, dhe ky është fakt, e bëri prokuroria e Vlorës, e bëri Spaku, pati koincidoi me sulme verbale direkte të mëparshme të Ramës, dhe u duk sikur dhe Greqia e shiti me artë, si tha Nduena në Amerikë, gjithandej ku ka lopët e veta, si një persekutim shumë i madh që i bëhet pakicës së vogël greke në Shqipëri. Atëherë, personi që është zgjedhur është dhelpëri politike, për të thonë që ky flet shqip njësoj si shqiptarët, ka qenë 3-4 herë objekti atentateve të radikalëve grek, të atyre. Si ka qenë në Nduena? Në thënë, mafi dhe... Ka qenë 2-3 herë për ta vrarë. Po mos janë vrarë me zveti, ata është problemi jon. Jo, nuk është problemi jon, po ai se vritën grekët me zveti. Po ti ke Mira i Mariot, që janë malësor, dhe që shkojnë marrin letra greke tani apo. Po mirë, po s'janë minoritarë. E shesin malësi për 300 euro. Po s'janë minoritarë. Po mirë pa tani mos. S'janë minoritarë. E shesin malësin për 300 euro dhe pastaj dolin. Po dalin ja fuzin në Shqipe. Dakor. Në këtë rast, se ti unë e di se nuk janë minoritarë. Juve përmendet që parë që nuk është jo, vërtet ai nuk është prekur për terrorizëm tavë, por ama kur forcat RNA vranë atë terroristin Bularat, ky erdhi nga Kanadaja ku jetonte dhe vajti për ngushëllim atje dhe kërkonte drejtësi për atë terroristin që vran forcat RNA në Bularat.